Viti 2025 është mbyllur me një rekord alarmant në botën e kriptomonedhave pasi kriminalët kibernetik ka arritur të vjedhin rreth 2.7 miliard dollar në asete digjitale, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë nga sulmet hakerike në këtë sektor. Të dhënat janë konfirmuar nga kompani të specializuara në monitorimin e blockchainit. Gjatë vitit, 10 sulme kanë goditur bursa kriptovalutash dhe projekte financimit të decentralizuara, duke ekspozuar dobësi serioze në sigurinë e platformave Web3. Sulmi më i madh u regjistrua ndaj bursës Bybit me qendër në Dubai, ku hakerat arritën të përvetësonin rreth 1.4 miliard dollar në kripto, duke e bërë këtë ngjarje vjedhjen më të madhe të kriptomonedhave në histori. Sipas firmave të analizës së blockchain dhe autoriteteve amerikane, përfshirë FBI-n, pas këtij sulmi qëndrojnë hakerat e lidhur me qeverinë e Koresë së Veriut, të cilët prej vitesh konsiderohen si grupi më aktiv dhe më i suksesshëm në sulme ndaj industrisë së kriptove. Ky operacion e kaloi ndjeshëm rekordet e mëparshme, përfshirë vjedhjet e vitit 2022 ndaj rreteve Ronin dhe Poli, që kapën shifrën 624 dhe 611 milion dollar. Vlerësimet të ngjashme janë publikuar nga kompanisë si Chain Analysis, TRM Labs dhe DFI, të cilat konfirmojnë se totali i kriptove të vjedhura gjatë vitit 2025 arrini në 2.7 miliard dollar, pa përfshirë qindra mijëra dollar të tjerë të humbur nga portofole individuale. Raportet tregojnë se Korea e Veriut ka qenë përgjegjëse për më shumë se 2 miliard dollar nga këto vjedhje vetëm në këtë vit, ndërsa që nga viti 2017 hakerat e lidhur me Fenianin dyshohet se kanë grabitur rreth 6 miliard dollar në kripto, të përdorura për financimin e programit bërthamor të vendit. Tendenca e sulmeve nuk duket se po ngadalsohet, pas 2.2 miliard dollarëve të vjedhura në vitin 2024 dhe 2 miliardëve në vitin 2023, shifrat e vitit 2025 tregojnë se krimi kibernetik mbetet një nga kërcënimet më serioze për industrinë globale të kriptomonedhave.